Me vendim të Komisionit Rregullator për Energjetik, benzina u lirua, dizeli mbeti me të njëjtin çmim. Vaji ekstra i lehtë pak u shtrejtua, ndërsa mazuti u lirua. Benzina BS 95 u ul për 2.5 denar për litër, BS 98 për 3 denar, ndërsa dizeli mbeti i pandryshuar. Kjo ndodh pasi çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror shënuan rënje tek benzina, ndërsa rritje tek dizeli. Megjithatë, sot çmimi global arriti në $116 për fuqi, pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump për një ndërhyrje të mundshme të kufizuar toksore në Iran. Të jemi sinqert me ju, opsioni im i preferuar është ta marrim naftën në Iran, por disa njerëz budallënj në SBA thon pse po e bëni këtë. Por ata janë njerëz budallënj, ndoshta do ta marrim ishullin karg, ndoshta jo, kemi shumë opsione. Nëse kjo ndodh, do të thotë për shkallëzimi i mëtejshëm i krizës që nisi më 28 shkurt me sulmin e SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Sipas profesorit universitar Marian Petreski, deri tani kriza nuk ishte reflektuar drejt për drejt në ekonominë e Maqedonisë. Por ndryshe nga 1 apo 2 javë më parë, tani rreziku nuk është vetëm në çmime, por po bëhet gjithnjë më real dhe i pranishëm në pritjet ekonomike, jo vetëm te derivatet, por edhe te kostot e transportit dhe reagimi i tregjeve financiare. Petreski vlerëson se edhe pse hapësira fiskale është e kufizuar për shkak të borxhit publik, qeveria mund të ndërmarrë masa, por jo ndërhyrje ad hoc dhe të kushtueshme. Masa duhet të jenë të targetuara dhe jo universale. Një shembull i një mase të targetuar është, të themi, ndarja e vaucherëve për furnizim me derivate të naftës ose vaucherëve për mbulimin e konsumit të derivateve të tjera, apo vaucherëve për blerje ushqimi për pjesë të popullsisë që jetojnë nën kufirin e varfërisë ose në një segment të cenueshëm, jo domosdoshmërisht nën kufirin e varfërisë, por diku rreth atij niveli, sepse zakonisht për këto familje pjesëmarrja e këtyre shpenzimeve në shportën e tyre të përgjithshme të konsumit është shumë e madhe dhe për këtë arsye ata do të ndjenin më së shumti goditjen nga kriza. Petreski shton se duhet të ndiqen rreziqet e jashtme për të ruajtur stabilitetin makroekonomik në koordinim të ngushtë mes politikës monetare dhe asaj fiskale. Sipas tij, ulja e TVSH-s për derivatet e naftës është një masë e përshtatshme në këto kushte.